Brooklyn Beckham, i zemëruar me prindrit e tij, do të flasë vetëm përmes avokatëve. Marrëdhënia e Brooklyn Beckham me prindrit e tij, David dhe Victoria Beckham, duket se është në një klim veçanërisht të tensionuar, pasi sipas informacioneve ai u ka dërguar atyre një letër në cilën u kërkon të komunikojmë me të ekskluzivisht përmes avokatëve, ndërsa bën thirrje atyre të shmangin çdo përmendje publike të tij. Siç raportohet nga Page 6, Brooklyn dyshohet se u ka kërkuar një letër David dhe Victoria Beckham duke informuar ata se që tani e tutje i gjithë komunikimi duhet të bëhet vetëm përmes përfaqësuesve ligjor. Në të njëjtin dokument ai gjithashtu ka kërkuar atyre të mos e etiketojnë atë dhe të mos e përmendin në rrjetet sociale. Shkelja e kësaj kërkese thuhet se ishte gjithashtu arsyeja pse Brooklyn bllokoi prindrit e tij në mediat sociale kur Victoria Beckham pëlqeu një video që ajo kishte ngarkuar me një recet pule. Incidenti shkaktoi tension të ri me djalin më të vogël të familjes Cruz që shkroi në atë kohë se ata u zgjuan dhe u bllokuan dhe unë gjithashtu. Burimet thonë se bllokimi erdhi pas javësh frustrimi për Brooklyn dhe gruan e tij, Nicola Peltz, të cilët mendojnë se përpjekjet e tyre për pajtim po injoroheshin. Nicola, sipas të njëjtit informacion, ka bllokuar gjithashtu familjen Beckham.